Dashur miq, mirëmbrëma, uroj të jeni mirë, ju përshëndes të gjithëve në këtë ditë pushimi, në këtë fundjavë. Unë doja të tentova të bëj një dalje live përpara disa minutave, por është tërësisht e pamundur sepse unë jam në udhëtim dhe është gati e pamundur të kem internet të mjaftueshëm për të bërë një transmetim live pa probleme. Unë dala sonte të ju përshëndes për të krijuar ritualin ton të zakonshëm, gjithsesi për t'ju mbajtur në korrent për zhvillimet më të fundit dhe për t'ju treguar gjithashtu se do t'jemi bashkërisht në këtë rrugtim të gjatë. Shpejt do të kemi ndryshime dhe njoftime dhe lajme të tjera të mëdha. Do të fillojmë, do të hymë në një etapë tjetër pas këtyre ditëve të bashkëbisedimit, por edhe të organizimit tonë. Ju përshëndes të gjithëve, mirëmbrëma të gjithëve, shpresoj të keni kaluar një ditë të gëzuar Bajrami, edhe një herë gëzuar të gjithëve atyre të cilët kanë qenë duke festuar sot, por edhe të gjithë shqiptarëve në tërësi. Zonja dhe zotëri, duhet të harrojmë për moment gjithçka që kemi dëgjuar për diplomacinë klasike, ka zhvillime të mëdha në luftën e madhe që është duke prekupuar botën. Jemi në një moment të jashtëzakonshëm. Efektet kanë filluar të dalin që tani, efektet kanë filluar t'i paguajnë faturat e tyre që tani, nafta është duke u të shmëndur, të gjitha ta që janë duke lëvizur me makina janë duke provuar këtë. Unë jam në udhëtim dhe shikoj se ç'po bëhet gjithashtu me naftën, por jo vetëm. Ajo që po ndodh do të ketë refleksionet e saj jo vetëm tek nafta, do të ketë tek bujqësia, tek blegtoria, ke petrokimiket, ke transporti e kështu me radhë. Prandaj loja është bërë shumë e komplikuar dhe unë kisha dëshirë që minutat e fundit të zhvillimeve, pavarësisht se keni qenë të impenjuar me ditë pushimi, larg luftës, më pranë festës, më pranë paqes, më pranë dashurisë, më pranë qetësisë shpirtërore dhe mendore në këtë ditë feste. Megjithatë, unë nuk kam dalë t'ju trazoj, por kam dalë t'ju shpjegoj atë që është duke ndodhur hap pas hapi, minutë pas minute, sepse e kemi bërë bashkarisht këtë pak që unë do ta bëj këtë sa herë që të mundem, edhe nëse jam i stacionuar në Tiranë, në zyrë, edhe në qoftë se jam në udhëtim. Duhet harrojmë kodet e diplomacisë normale tashmë. Jemi në një botë e cila është e çmendur zyrtarisht, për arsye se askush nuk di të thotë se si do dalin nga kjo luftë e madhe që kemi hyrë, luftë e cila po prek lëkurat tona dhe po i përvëllon çdo ditë më shumë. Gjithçka keni dëgjuar deri tani për diplomacinë klasike, ju që keni dëgjuar duhet ta harroni për një moment, dhe sot pyetja më e madhe që do të bëjmë është nuk është nëse do të ketë luftë, as nëse nuk do të ketë luftë. Pyetja më e madhe që bëhet në këtë moment, ku po tronditen tregjet ndërkombëtare, ju e dini ka patur luftë të parë botërore, ka patur luftë dytë botërore, dhe lufta e tretë botërore sigurisht do të vinë një ditë që do të shkojmë drejt fundit të saj, por a do të zgjas, a do të ndaloj, këtë do ta kuptojmë pas pak, dhe cili është bordi i ri drejtues i botës që është duke u përgatitur në kulisa, do t'ju a them pas pak. Unë nuk do t'ju mbaj gjatë, sepse siç ju thash, jam shumë larg dhe jam në udhëtim, por ju tregoj se minutat e fundit dhe orët e fundit na kanë treguar se pyetja më e madhe sot në botë është kush i ka çelësat e mbylljes së kësaj lufte. A janë në dorë të Netanyahus, a janë në dorë të Donald Trumpit, apo janë në dorë të Iranit? Të gjitha palët po luajnë, po bllofojnë, po përgatiten të hidhen sulm apo të tërhiqen, por të gjitha palët janë duke u bërë gati për lojën e re. Ndërsa Izraeli ka goditur, siç e tham përpara 2 ditëve, në zemër të energjisë iraniane, tek fushat të parshpra, gjithashtu edhe Irani është hakmar duke goditur në Arabi Saudite, por edhe tek fushat e Katarit, tek zonat gazmbajtëse më të rëndësishme të Katarit, Washingtoni dhe Tel Avivi janë duke bërë një shah të komplikuar kur askush nuk i beson më tjetrit. Donald Trump është duke kërkuar $200 miliardë nga Kongresi Amerikan, është duke mbyllur kuletën, ndërsa Japonia
pra po kërkon një buxhet prej $200 miliard, ishim për para pak ditësh me $50 miliard, ndërsa tani kemi kaluar në $200 miliard. Ndërsa Japonia, e cila ka kryer, ju e dini, ka patur një takim ndërmjet kryeministres së Japonisë dhe presidentit Donald Trump në shtëpinë e Bardhë. Japonia në të njëjtën kohë që ka shkuar për t'i treguar Donald Trumpit gatishmërinë e madhe të Japonisë për të bërë ndryshe nga aleatët e tjerë të NATO-s, të cilët Trumpi poshtroi dhe i konsideroi si krijesa frikacake, dhe se NATO pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jetë një tigër prej letre, është një lojë tjetër në shfaqet Japonia, e cila Japoni shumë e zhvilluar, ju flisni çdo ditë, keni dëgjuar çdo ditë se sa e zhvilluar është Japonia, sa e madhe është Japonia, sa e fuqishme është Japonia, por në këto momente për gjithë kurioztarët që duhet të informohen apo që kanë dëshirë të informohen, duhet ta dinë se Japonia në këto momente i ka shkuar niveli i borxhit me 200%. Pra ka një krizë të fortë ekonomike, në fakt ashtu siç është gjithë bota. Ndërkohë që aleatët e NATO-s e kanë dorëzuar Trumpin, e kanë lëshuar apo janë tërhequr apo nuk po hynë në luftën e tij, nuk po marrin pjesë, Japonia shkon të marrë pjesë dhe shkon në shtëpinë e Bardhë për t'i thënë Donald Trumpit se është e gatshme. Megjithatë, atje kryeministja e Japonisë përjeton një lloj poshtrimi apo një lloj shuplake e cila nuk është pritur mirë në Japoni, dhe ndërkohë që gazetari japonez e ka pyetur presidentin Donald Trump, i cili ka qenë i ulur në krah dhe duke folur për shtypin, pra në krah të kryeministres së Japonisë, gazetari japonez e ka pyetur presidentin Donald Trump dhe i ka thënë se ç'është ky vendim juaj, zoti president, për të shkuar në një luftë pa u konsultuar me aleatët, pa e marrë më parë mendimin e tyre, dhe ndaj ju tani jeni të zhgënjur nga ky moment sepse ju vetë shkuat atje pa u konsultuar me ta. Përgjigjja e Trumpit ishte një shpull e fortë surratit për delegacionin japonez, të cilëve u tha, unë e kam marrë këtë vendim, tha, për të shkuar në luftë pa u konsultuar me aleatët, kam qenë i frymzuar nga Japonia. Japonia, tha, është nëna e surprizave. Japonia është nona që godet befasisht, dhe këtë keni rastin, tha, të Pearl Harbor. Ishte një goditje nën poshtë brezit e Donald Trumpit, duket të qartë që ka nervozizëm tek kampi i Trump dhe tek strategjia e përgjithshme e Trumpit, sepse ai është, përveç se duke u përballë me dorëheqje të shumta brenda lojës së tij, brenda kabinetit të tij, brenda shtëpisë së Bardhë, çdo ditë vazhdojnë të japin dorëheqje njerëz të cilët nuk duan të jenë pjesë e një lufte e cila është pa horizont, është pa dritë në fund. Tashmë, kush vendos sot për fatin e kësaj lufte? Në fakt, kush vendos sot për fatin e botës? Kjo luftë që po zhvillohet në Iran do të vendos për fatin e botës, dhe ajo nuk është një luftë rastësore, dashur miq. Egoja e Trumpit, mbijetesa e Khameneit apo gryka e zjarrit në teren? Kush do të vendosin? Flasim për Khamenei Junior, për Mojtaba Khamenein, liderin e ri i cili do të përpiqet të bëjë gjithçka për të krijuar një legjitimitet të fortë pas rizgjedhjes së tij apo pas zgjedhjes së tij pas babait të tij, aq më tepër që lideri i ri i revolucionit apo lideri i ri i Iranit, Mojtaba Khamenei, përveç se i përket linjës së ashpër dhe të fortë në Iran, ka humbur edhe njërin nga frymzuesit e tij më të mëdhej, apo njërin nga kokat e tij më të mëdha, apo njërin nga kompjuterët më të rëndësishëm të Iranit, që ishte Ali Larijani. Ka humbur një nga shtyllat kryesore të sigurisë së Iranit, që ishte kreu dhe zëvendës kreu i forcave Basij, forcave të sigurisë Basij. Pra, kush e vendos në këtë moment? Gryka e zjarrit në terren, Trumpi apo Mojtaba Khamenei? Kjo është pyetja e gjithë atyre të cilët janë duke parë dhe duke analizuar nëse është një rapal që mund ta mbyll, është pala tjetër që mund ta mbyll, apo lufta në terren, sepse bota është duke shkuar drejt pikjadës, me këto çmimet e naftës, me këto çmenduritë e tjera,
Dhe me sa duket të gjithë lojtarët po përpiqen që të hynë dhe të shohin a do të mundet të ndërhyjnë apo të bëjnë ndërmjetësin. Kina e solli ofertën e saj për të qenë ndërmjetëse, ka dhe shtetet të tjera të cilat janë duke sjell ofertën, por askush nuk po dëgjon askënd. E janë ta zbërthejmë pak me kujdes në pak minuta, nuk do ju mbaj gjatë sepse edhe unë jam në lëvizje dhe duhet lëviz sërish. Të themi diçka shumë të rëndësishme, ta themi sonte me zot lart. Ju jeni pushim, por unë kam dëshirë që edhe sonte ju të informoheni për gjithçka është duke ndodhur, sepse ngjarjet dhe bota nuk ndalet për askënd dhe për asgjë. Dhe lëvizin ngjarjet me shpejtësi të madhe. Dilema e Trumpit dhe guri i ishullit të kargut, ishulli i kargut për cilin ju kam folur vazhdimisht, Trump nuk e don sigurisht një luftë pafundme. Dhe këtë e ka treguar gjatë gjithë këtyre ditëve. Ai do një marrëveshje me çdo kusht që e nxjerr atë fitimtar, por pa shkelur asnjë çizme amerikane në tokën iraniane. Pra, Donald Trump do një marrëveshje më të mirën e mundshme pa zbritur asnjë ushtar në Iran. Dhe ndërkohë që para 2 ditësh i solli ushtarët dhe marinsat amerikanë për të sjellë dhe për të bërë gati pushtimin toksor të kargut, ishullit të rëndësishëm 20 km2 apo 25 km2, i cili është përgjegjës për 90% të naftës së Iranit dhe është i vetmi ishull nga i cili po del naftë sot, nga ngushtica e Hormuzit. A do të mundet Donald Trump të marrë një ofertë apo një negociat apo një triumf maksimalist pa hyrë me asnjë këmbë ushtari amerikan atje, apo qoftë edhe duke e rrethuar ishullin e rëndësishëm të kargut? Cili është plani i Donald Trumpit? Në fakt, ajo që po duket deri në këtë moment është se në orët e fundit ai është duke menduar rrethimin e ishullit kargut dhe jo pushtimin e tij, dhe kjo synon që ta lër Iranin pa frym dhe të godas njërin nga 2 mushkrit e tij më të rëndësishme të energjisë, që është ishulli i kargut. Pyetja që bëhet në këto moment është: a mundet Trump ta detyrojë Iranin të dorëzohet vetëm duke i bllokuar rubinetin e naftës? Kjo është pyetje e cila nuk e ka përgjigjen shumë të lirë. Megjithatë do të tentojmë. Unë mendoj se jo plotësisht. Historia ka treguar se regjimet dhe pushtetet nën presion ekstrem bëhen gjithnjë e më agresive. Irani është duke përdorur strategjinë e unitetit të rezistencës, sa më shumë e godet nga jashtë, aq më shumë po bashkohet populli brenda. Sa më shumë rriten goditjet në Iranin, aq më shumë po rritet solidariteti një pjese të popullit me Iranin, pavarësisht se ne nuk e dim dhe nuk e marrim vesh saktësisht se çfarë është duke ndodhur brenda. Por ka precedent për këtë, është precedenti i luftës së Irakut. Iran-Irak 8 vite luftë. Kjo luftë na tregoi qartë që sa më shumë godiste Saddam Husseini Iranin, aq më shumë rritej solidariteti me qeverinë atje. Kemi edhe një përplasje të fshehtë, e cila me sa duket sapo ka dalë mbi sipërfaqe, është përplasja ndërmjet Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Kjo përplasje mes Washingtonit dhe Tel Avivit, të cilat duken në thelb si një trup i vetëm, si një strategji e vetme, është duke ndodhur me ritme të forta në nëndheun e Washingtonit dhe të Tel Avivit, megjithëse duken në pamje të parë në çdo gjë të koordinuar. The Washington Post ka njoftuar sot Amerikania zbulon se ka çarje të thella në barkën amerikano-izraelite. Izraeli kërkon eliminimin total të kërcënimit iranian me goditjen e jo vetëm programit bërthamor, por edhe të raketave balistike, por edhe të milicive shiite, sepse Benjamin Netanyahu ka planin e Izraelit madh, ne e dim, këtë e kemi folur. Ndërkohë, presidenti Donald Trump është duke kërkuar një rrugdalje, apo atë që kemi thënë individual exit strategy, strategji të daljes individuale. Dhe këtu imponohet sërish një pyetje shumë e rëndësishme. Pse Donald Trump po heziton ta rrëzojë regjimin e Iranit tani që e ka rastin? Përgjigjja është pak e komplikuar, por mund ta themi me 2 fjalë. Sepse
një një regjim që krijon një vakum pushteti, që kushton triliona dollar dhe dekada kaos, është shumë e vështirë që të rrëzohet përfundimisht. Është shumë e vështirë një regjim i cili përfaqëson interesa kaq të mëdha gjeopolitike, që përfaqëson një lojë kaq të madhe ndërkombëtare, që është një nyje kaq e rëndësishme gjeostrategjike në lindjen e mesme dhe një pikë kyçe që lidh Euroazin me lindjen e mesme, me gjirin persik, me detin arab, pak më tutje me oqeanin indian, këndej me Irakun, me Kaukazin, me Kaspikun, me Rusin, me Republikat Sovjetike, është shumë e vështirë. Donald Trump, nga ana tjetër, është një biznesmen. Ai kërkon një Iran të dobësuar në thelb, nuk kërkon shkatrimin e tij përfundimtar. Dhe ai po u bind që Irani është super i shkatruar apo i dorëzuar, ai nuk e ka problem të shkojë në një marrëveshje. Prandaj Donald Trump është duke menduar mirë këtë moment, sepse ai është duke bërë edhe një llogari tjetër shumë të rëndësishme. A është interesin e tij që Irani t'i mbetet Amerikës në dorë si një barë financiare? Këtu kemi edhe një herë atë që a thash edhe pak më sipër, është faktori Larijani. Larijani dhe lideri i ri brenda Teheranit, vrasja e një figure si ai është e ndryshon komplet lojën brenda dhe e kemi Mojtaba Khamenei, liderin e ri, e kemi në një pozicion si të themi një kompjuter që i është goditur hard disku. Më falni, kërkoj ndjes atyre që merren me kompjuter, qofse unë gaboj se nuk jam shumë i mirë në termat e kompjuterëve, por pak a shumë është e njëjta gjë. Një kompjuter që i është godit zemra vet, i është godit hard disku, i është godit ku dëgjon rami. Larijani ishte truri apo ishte procesori i cili ndërtonte arkitekturën e negociatave të Tiranit. A është Irani duke humbur kontrollin ndaj goditjeve të fundit? Jo, ajo që po duket jo. Përkundrazi, Foreign Affairs, jo Kreshniku, Foreign Affairs, është duke thënë se Irani ndihet sikur është duke fituar normalisht. Të paktën në Iran kështu ndjehen dhe po fillojnë të flasin në një gjuhë tjetër, që ne s'na ndjen fare, le të vazhdoj lufta deri ku do të shkojë. Të vetëdijshëm se ka dhimbje brenda Iranit sigurisht. Por Foreign Policy thot, në Iran duket po sillen sikur janë duke fituar lojën. Ndaj për iranianët, mbijetesa ndaj fuqisë më të madhe botërore është fitore. Është ajo që tha Henry Kissingeri, pra, për luftën e Vietnamit. Nuk do t'i përsërisim edhe një herë sepse i kemi thënë vazhdimisht. Çdo raketë që bie në tokën e tyre shërben si karburant për legitimitetin e ri të Mojtaba Khameneit. Çdo raketë që bie në tokën e Iranit tashmë që ka një lider të ri, është një fitore apo një legitimitet i ri dhe një ngulje thellë e këmbëve të liderit të ri të Iranit. A do të shkojmë në një paqe apo jo? A do të shkojmë në negociata apo jo? Askush nuk di ta thotë këtë. Trump ka kërkuar 200 miliard dollar, Kongresi ka refuzuar të paktën deri tani. Është shumë e vështirë që të sigurojë 200 miliard dhe me sa duket është duke u përgatitur për të luajtur me të dyja linjat, edhe duke i lënë të kuptoj botës që mund të ketë një exit strategji, një strategji dalje në mënyrë që të qetësojë tregjet ndërkombëtare të luftës dhe të naftës dhe të energjisë, dhe nga ana tjetër nuk përjashtohet mundësia që të shkojë dhe të bëjë goditje akoma më të forta duke shkuar në drejtim të strategjisë rrafsh direkt me tokën, por a do të mundet ta bëj këtë apo jo? Kjo është shumë e vështirë të ndodhë, sepse nuk mund të ndodhë, siç e kemi thënë prej ditës së parë të luftës që nuk fitohet lufta në Iran pas zbritur me trupa në terren. Trump mund të dalë nesër në Twitter, në X, pra, dhe të thotë lufta mbaroi dhe ne fituam. Por a mbaron lufta vetëm me një deklaratë?
A është e mundur të mbaroj lufta vetëm një deklarat? Kush e ka në dorë çelësin e luftës? Në fakt, këtu e mbyll bisedën time tashmë me një gjysmë përgjigje sepse kjo meriton një analizë shumë të thellë. Balanca e forcës në terren është ajo që do të vendosë për luftën. Trump kontrollon narrativën, por Izraeli kontrollon këmbëzën dhe Irani kontrollon durimin. Lufta mbaron vetëm kur kostoja e vazhdimit të saj të bëhet më e lartë se kostoja e dorëzimit për të gjitha palët. Dhe ne jemi duke përjetuar kostot e frikshme të kësaj lufte vetëm në pak ditë. Tashmë ne duhet bëhemi gati ta kuptojmë atë që po vjen në mënyrë që shumë shpejt të fillojmë dhe ndërtimin e strategjisë tonë për lojën brenda Shqipëri, për lojën e Ballkanit. Në fund të ditës, miq, lufta nuk është një ndeshje boksi ku dikush e hedh peshqirin në tapet. Është një lojë mbijetese ku fituesi nuk është ai i cili godet më fort, por ai që qëndron i fundit në këmbë në mes të ringut. Trump mund të ndojë ta mbyll këtë kapitull për të kursyer $200 miliardë të ardhshëm, por lindja e mesme ka një zakon të keq. Nuk të lejon të largohesh atëherë kur dëshiron ti, por kur ajo të ka konsumuar plotësisht. Dhe kjo ka precedent të mëparshëm. Sonte mësuam se nëna e surprizave nuk është Pearl Harbor, por një botë e re, ku aleatët poshtërohen, armiqt ushqehen nga goditjet. Është një botë e cila do të përcaktoj bordin e ri drejtues, do të vijoj të analizoj në netët e ardhshme. Bordi i ri drejtues i botës. Angli, Gjermani, Angli, Amerikë, Rusi, Kinë, këta të katërt janë ustallarët e botës së re, të cilët do të tentojnë të ulen me njëri tjetrin dhe të vendosin për fatet e botës ardhshme. Fundjavë të këndshme, unë jam në lëvizje, do të rishihemi shpejt në momentin më të parë që unë do ta kem mundësinë ta bëj diçka të tillë. Mirë dëgjofshi.